aktorë si Rusia apo Kina në mënyrë indirekte? Në qoftë se do të bënin një reagim, deri tani do ta kishin bërë një reagim të tillë. Rusia nuk është në një pozicion favorizues për të bërë një veprim në lindjen e mesme. Ka qenë në lindjen e mesme, sidomos pas largimit të administratës amerikane të Obamës dhe ngjarjeve në Siri, ka drejtuar treshen e cila në një farë mënyrë e menaxhonte ku përbëhej Rusia, Turqia edhe Irani. Tani është larguar, është kapur në konfliktin midis Ukrainës dhe Rusisë dhe mundësitë financiare ushtarake janë të minimizuara. Nga ana tjetër, Rusia kërkon që të fitojë sa më shumë hapësira në kërkesën që ka ndaj Europës për të ulur në bisedime dhe për të ndarë arkitekturën e sigurisë europiane në zona të ndryshme influence. Prandaj nuk është qëllimi i Rusisë një angazhim në lindjen e mesme dhe në Iran, duket në heshtje që e ka lënë Iranin për të fituar privilegje ndaj Ukrainës dhe projektit të saj për të rikthyer si një fuqi botërore. Mori atë lëshimin e parë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të përdorur një pjesë të naftës e cila ishte në embargon ndërkombëtare. Sigurisht kjo është një frymëmarrje. Kurse Kina do të kishte vepruar për arsye sepse 80% të gjithë furnizimeve me naftë dhe gaz ika nga Irani, por mendoj që Kina nuk është e përgatitur për një ballafaqim direkt me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në këtë roli së cilës është i pashmangshëm në këtë konflikt, duhet thënë, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edhe nuk mund të krahasohet edhe nga ana ushtarake dhe qëllimet e Kinës janë që në këtë situatë të krijojë një precedent për të realizuar synimet e saj, së pari si një fuqi hegemone në Azi dhe së dyti të marrë ato pretendimet e saj territoriale që është Tajvani. E qartë, po pretendimi për vrasjen e Ali Larianit, nëse konfirmohet nga autoritetet iraniane, nuk ka ende një konfirmim zyrtar, gjithsesi është dalë në një publikat që është eliminuar, pra shumë i rëndësishëm, një figurë kyçe pranë Ali Khameneit. Çfarë precedenti krijojnë eliminime të tilla për hakmarrjen e mundshme që Irani mund të bëjë në sulmet e tij? Akmarrja në qoftë se do të bënte Irani dhe do të kishte mundësi, i kishte të gjitha mënyrat për të reaguar, por duket që nuk ka mundësi, kjo është e para. E dyta që nuk është eliminuar vetëm një person që ju thatë, po që në sulmin e ditëve të para, gjithë zinxhiri komandues i Iranit, duke e përfshirë edhe kryetarin e shtetit, Ayatollah Khamenei, u eliminua. Janë 47 veta që ditën e parë, duke përfshirë general, ministra, njerëz të cilët drejtonin të gjitha institucionet, sidomos ato që kishin të bërë me çështjet e sigurisë të Iranit. Prandaj, është një më shumë, do të jetë në vazhdimsi. Izraeli ka thënë që unë do të eliminoj çdo njeri që merr detyra të rëndësishme, sidomos kryetarin e ri të Ajatollave, ashtu si edhe kryetarin e gardës revolucionare të Iranit dhe të gjitha ata autoritetet e tjera të cilat kanë të bëjnë me ushtrinë, me veprimtarinë e organizuar të këtyre institucioneve të armatosura të Iranit. Si e shihni rolin e Evropës në këtë situatë, në këtë konflikt, spektatore apo aktore reale?
aktore reale jo, për arsye se Europa është një hap më mbrapa, nuk arrin të reagoj. Kemi deklaratat e para të udhëzëve europian të cilët kanë thënë që ky nuk është konflikti jon, por nga ana tjetër dihet që bashkëbisedimi i presidentit Trump, i cili kërkonte një angazhim jo vetëm të vendeve europiane, po edhe të NATO-s në një konflikt, duke ditur që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë suportuesi më i madh i sigurisë europiane, e vë Europën në një dyzim, për arsye sepse loja nuk është vetëm në lindjen e mesme, po loja është nevoja që ka Europa, sidomos për ndihmën amerikane, të armatimeve amerikane, të inteligjencës amerikane, sidomos në konfliktin e Ukrainës.